Po luftoni me kapsllëkun, fryrjen apo problemet e tjera të zorres? Çfarë nëse ju them se ka një ushqim të thjeshtë, të lirë, që kushton më pak se $2 dhe mund të transformojë shëndetin tuaj të tretjes në vetëm disa ditë? Qëndroni me mua, sepse po zbulojmë sekretin e zorres së shëndetshme që nuk kushton asgjë. Zorët tona janë më shumë se një tub tretës, ato janë themeli i energjisë, imunitetit dhe mirëqenies tonë të përgjithshme. Kur zorët nuk funksionojnë mirë, ne ndjejmë fryrje, kapsëllëk, lodhje dhe madje ndikime të papritura në humor dhe energji. Por e bukura është se zgjidhja shpesh është më e thjeshtë se sa mendojmë. Një nga ushqimet më efektive për të mbrojtur dhe pastruar zorët është jogurti i thjesht natyral. Po, ai i zakonshmi me kosto më pak se $2 për një enë standarde. Mund të bëjë mrekulli për tretjen tuaj. Sepse ai përmban probiotik, bakteret e mira që rregullojnë florën intestinale. Këto mikroorganizma ndihmojnë në balancimin e ekuilibrit të baktereve në zorë, përmirësojnë lëvizjen intestinale dhe reduktojnë fryrjen. Por jo të gjithë probiotikët janë të njëjtë. Në jogurtin natyral pa sheqer të shtuar gjenden bakteret më të shëndetshme si Lactobacillus bulgaricus dhe Streptococcus thermophilus, të cilat kanë treguar se ndihmojnë në kapsllë kronik dhe në forcuar barrierën e zorëve kundër baktereve të dëmshme. Përveç probiotikëve, jogurti natyral është gjithashtu burim i shkëlqyer i kalciumit, proteinave dhe vitaminave B, që mbështesin energjinë dhe shëndetin e përgjithshëm. Kur konsumojmë jogurt rregullisht, nuk po ushqejmë vetëm bakteret e mira, por edhe trupin tonë me lëndë ushqyese të nevojshme. Një mënyrë e thjeshtë për ta futur këtë ushqim në dietën tuaj është të hani një gotë jogurt çdo mëngjes ose të shtoni pak fruta të freskëta si boronica apo banane, të cilat janë gjithashtu të pasura me fibra që ndihmojnë tretjen. Kombinimi i probiotikëve me fibrat ushqen zorët dhe krijon një ambient të shëndetshëm ku bakteret e mira mund të lulëzojnë. Mëtej, përfitimet nuk ndalen vetëm te tretja. Një zorë e shëndetshme lidhet ngushtë me sistemin imunitar. Studimet tregojnë se deri në 70% e qelizave tona imunitare ndodhen në zorë, dhe një florë e ekuilibruar ndihmon trupin të luftojë infeksionet dhe inflamacionin. Pra, duke konsumuar këtë ushqim të lirë, ju po kujdeseni për të gjithë trupin tuaj, jo vetëm për barkun. Si funksionojnë zorët dhe pse ka rëndësi të kujdesemi për to? Zorët janë shtëpia e një ekosistemi të tërë mikroorganizmash, bakteret, kërpudhat dhe mikrobet e tjera që bashkëjetojnë me ne. Kur ekuilibri i tyre prish, mund të shfaqen probleme si kapsllëku, fryrja, diarea, dhe edhe simptoma të gjera si lodhje kronike, ulje e imunitetit dhe probleme të lëkurës. Një florë intestinale e shëndetshme është themeli i tretjes, i metabolizmit dhe i mbrojtjes imunitare. Në këtë kontekst, ushqimet që ushqejnë bakteret e mira janë sekreti kryesor. Dhe ndër të gjitha këto ushqime, një ushqim ka treguar se kombinon efektiviteti me çmimin më të ulët. Jogurti natyral i thjeshtë. 2. Probiotikët, mikpritësit e zorrës së shëndetshme. Jogurti natyral përmban probiotik si Lactobacillus bulgaricus dhe Streptococcus thermophilus. Këto bakteret e mira ndihmojnë të rregullojnë lëvizjen intestinale duke zvogëluar kapsllëkun, të balancojnë pN e zorrëve, të frenojnë bakteret e dëmshme që shkaktojnë fryrje ose infeksione, të përmirësojnë tretjen e laktozës për ata që kanë ndjeshmëri të lehtë, të përforcojnë barrierën e zorrëve kundër inflamacionit. Një gotë jogurt çdo ditë është mjaftueshëm për të dhënë një dozë të dobishme probiotikësh, por kur kombinohet me fibra dhe ushqime fermentuese të tjera, efekti është shumë më i madh. 3. Fibra dhe ushqimet që bashkohen me jogurtin. Përveç probiotikëve, zorët kanë nevojë për fibra, të cilat veprojnë si ushqim për bakteret e mira. Disa kombinime të thjeshta dhe shumë të lira janë: banane të coptuara në jogurt, boronica ose moll të coptuar, pak drithëra integrale ose fara liri, pak mjalt ose kanellë për shije, opsionale. Këto kombinime nuk e rrisin çmimin më shumë se disa cent dhe e bëjnë përvojën edhe më të shijshme. 4. Shembuj real, transformimi i tretjes. Ka shumë njerëz që kanë përjetuar përmirësime drastike duke shtuar vetëm këtë ushqim të thjeshtë në dietën e tyre. Për shembull, Arta, 34 vjeç, ishte e lodhur dhe shpesh e fryr pas çdo vakti. Duke filluar të hajë një gotë jogurt natyral çdo mëngjes me një copë banane, ajo vuri re se kapsllëku dhe fryrja u zvogëluan brenda një jave, dhe energjia e saj rritet. Blerim, 42 vjeç, kishte probleme kronike me tretjen pas punës me turne të gjata. Një kombinim i jogurtit natyral dhe disa lugëve të drithërave integrale e ndihmoi të shkojnë në banjë rregullisht dhe të ndihej më i lehtësuar. Këto shembuj tregojnë se një ndryshim i vogël dhe i përditshëm mund të ketë një ndikim të madh në shëndetin tonë.
5. Si ta konsumoni për efekt maksimal. Disa këshilla praktike. Zgjidhni jogurt natyral pa sheqer të shtuar, sheqeri mund të ushqejë bakteret e dëmshme. Shtoni fruta dhe fibra, një kombinim i probiotikëve dhe fibrave është më i efektshëm. Konsumoni çdo ditë në të njëjtën orë, mëngjesi është ideal, por mund të jetë edhe pasdite. Përfshini lëngje dhe ujë të mjaftueshëm, hidratimi ndihmon lëvizjen e zorrëve. Mos harroni aktivitetin fizik të lehtë. Ecja ose ushtrimet e buta ndihmojnë tretjen dhe parandalojnë kapsllëkun. Në këtë mënyrë, një ushqim që kushton më pak se $2 mund të ndryshojë mënyrën si ndiheni çdo ditë. Shëndeti i zorrëve nuk ka nevojë të jetë i shtrenjtë. Ai ka nevojë për zgjedhje të thjeshta dhe të vazhdueshme. Ushqime të tjera të thjeshta dhe të lira për shëndetin e zorrëve. Ndërsa jogurti natyral është baza kryesore për një zorë të shëndetshme, ka edhe ushqime të tjera që mund t'i shtoni dietës, pa shpenzuar më shumë se $2 për ditë. Këto ushqime janë të pasura me fibra, probiotik natyral dhe përbërës që ndihmojnë pastrimin dhe funksionin e zorrëve. 1. Fasulet dhe thjerrzat. Fasulet dhe thjerrzat janë një burim fantastik fibrash dhe proteinash. Vetëm një tas me fasule të ziera ndihmon në rregullimin e lëvizjes së zorrëve, reduktimin e fryrjes duke ushqyer bakteret e mira, sigurimin e energjisë të qëndrueshme gjatë ditës. Këshilla praktike. Një tas fasule të ziera me pak vaj ulliri dhe erza bën një vakti të thjeshtë, të shijshëm dhe të shëndetshëm. 2. Bukë integrale dhe drithëra. Bukë integrale, tërshër dhe orizi i plot janë të pasura me fibra të tretshme dhe jo tretshme, të cilat nxisin lëvizjen intestinale dhe parandalojnë kapsllëkun. Ushqejnë bakteret e mira duke krijuar një ekosistem të shëndetshëm. Ndihmojnë në stabilizimin e sheqerit në gjak. Një kombinim i bukës integrale me jogurt dhe fruta mund të bëjë një mëngjes perfekt për shëndetin e zorrëve. 3. Perimet e freskëta dhe të gatuara. Perimet si brokoli, karota, lakra, spinaqi dhe kungulli janë të pasura me fibra, vitaminë dhe minerale. Këto ndihmojnë tretjen dhe pastrimin e zorrëve, reduktimin e inflamacionit në sistemin tretës, rritjen e numrit të bakterieve të shëndetshme. Këshilla. Mund t'i gatuani të ziera ose të avulluara, ose të hani të freskëta në sallata, për një efekt maksimal. 4. Ushqime fermentuese të tjera. Përveç jogurtit, ekzistojnë edhe ushqime të tjera fermentuese shumë të lira. Kefiri një alternativë e pasur me probiotik. Lakra turshi, sauerkraut, shumë e pasur me bakteret e mira. Kombucha, çaj fermentuar që ndihmon tretjen. Edhe pak nga këto ushqime çdo ditë mund të ndihmojnë në ndërtimin e një sistemi tretës të fortë dhe aktiv. 5. Uji dhe lëngjet natyrale. Shumë njerëz nënvlerësojnë fuqinë e hidratimit. Uji ndihmon në lëvizjen e rregullt të zorrëve, parandalimin e kapsllëkut, mbajtjen e trupit të hidratuar për proceset e metabolizmit. Këshilla praktike. Pini të paktën 1/5-2 litra ujë në ditë. Shtimi i lëngjeve të freskëta nga agrumet ose shtrydhja e limonit në ujë mund të përmirësojë edhe më shumë tretjen. 6. Aktiviteti fizik dhe rutina e përditshme. Ushqimi është pjesa kryesore, por lëvizja ndihmon në mënyrë të jashtëzakonshme shëndetin e zorrëve. Një ecje e lehtë pas vakteve, yoga e butë, ose ushtrimet e shtrirjes mund të përmirësojnë peristaltikën, lëvizjen e zorrëve. Reduktojnë fryrjen, përforcojnë muskujt e barkut që ndihmojnë lëvizjen intestinale. Edhe 10-15 minuta aktivitet fizik çdo ditë mund të bëjnë ndryshimin e madh. 7. Mitet që duhet të shmangni. Shumë njerëz besojnë se kapsllëku është i zakonshëm dhe i padëmshëm, por në të vërtetë bllokimi i zorrëve mund të shkaktojë inflamacion, lodhje dhe problemet afagjata të shëndetit. Ushqimi i duhur, probiotikët dhe fibra janë arma më e mirë kundër këtyre miteve. Mini plan 7 ditor për shëndetin e zorrëve. Një strategji e vogël dhe e përditshme mund të bëjë mrekulli për tretjen dhe shëndetin e përgjithshëm. Ky plan është i thjeshtë, ekonomik, më pak se $2 në ditë në shumicën e rasteve, dhe i mbushur me ushqime që rrisin bakteret e mira dhe pastrimin e zorrëve. Dita 1. Fillimi i lehtë. Mëngjes. Një gotë jogurt natyral me disa copa banane. Drek, sallat me karota, brokoli dhe pak vaj ulliri. Darkë. Fasule të ziera me pak erza dhe një fet bukë integrale. Shtesë. Pini 1/5-2 litra ujë gjatë gjithë ditës. Qëllimi. Aktivizimi i probiotikëve dhe fibrave në zorë. Dita 2. Fibra dhe ferment. Mëngjes. Tërshër e gatuar me boronica të freskëta dhe pak mjaltë.
Drek, lakër turshi sauerkraut me bukë integrale dhe sallatë të gjelbër. Dark, oriz i plot me perime të avulluara. Shtesë, një ecje 10-15 minutësh e pas darke. Qëllimi, forcimi i ekosistemit të zorëve dhe lëvizjes intestinale. Dita 3, probiotik hidratim. Mëngjes, një gotë kefir ose jogurt natyral me pak kanell. Drek, thjerrza e zier me spinaq dhe vaj ulliri. Dark, sallat me brokoli, karota dhe disa fara liri. Shtesë, hidratimi vazhdueshëm gjatë gjithë ditës. Qëllimi, aktivizimi i bakterieve të shëndetshme dhe pastrimi i zorëve. Dita 4, fryrja jashtë kontrollit. Mëngjes, jogurt natyral me copa moll. Drek, bukë integrale me perime të freskëta dhe pak vezë të zier. Dark, fasule e zier me oriz dhe sallat. Shtesë, 10 minuta shtrirje ose yoga për aktivizimin e peristaltikës. Qëllimi, reduktimi i fryrjes dhe nxitja e lëvizjes intestinale. Dita 5, kombinimi probiotik fibra. Mëngjes, tërshër me boronica dhe një lugë fara liri. Drek, lakër turshi me sallatë të gjelbër dhe pak bukë integrale. Dark, oriz i plot me perime të avulluara dhe pak vaj ulliri. Shtesë, pini ujë me shtrydhje limoni për stimulim të tretjes. Qëllimi, ushqyer bakteriet e mira dhe mbështetur pastrimin natyral. Dita 6, aktivizimi i rutinës. Mëngjes, jogurt natyral me banane ose moll. Drek, fasule të ziera me sallat karote dhe brokoli. Dark, perime të avulluara me pak oriz ose bukë integrale. Shtesë, ecje lehtë pas drekës ose darkës. Qëllimi, stabilizimi i rutinës së tretjes dhe evitimi i kapsllëkut. Dita 7, konsolidimi i shëndetit të zorëve. Mëngjes, një gotë kefir ose jogurt me fruta të freskëta. Drek, sallat me perime të ndryshme dhe pak fasule ose thjerrza. Dark, oriz i plot me perime të avulluara dhe erëza të thjeshta. Shtesë, hidratimi vazhdueshëm dhe aktivitet fizik 15-20 minuta. Qëllimi, konsolidimi i ekosistemit të zorëve dhe mbajtja e tretjes aktive. Këshilla shtesë për sukses të qëndrueshëm. Hani ngadalë dhe kënaqeni me çdo vakt. Shmangni ushqime të përpunuara dhe sheqerna të tepërta. Përdorni erëza natyrale si kanell, trumz ose majdanos për shije dhe efekt anti-inflamator. Mbani një ditar tretjeje për të vëzhguar ndryshimet në lëvizjet intestinale dhe energjinë. Ky plan 7 ditor është i thjesht, ekonomik dhe i përshtatshëm për çdo ditë të javës. Me një kombinim të probiotikëve, fibrave, hidratimi dhe aktivitetit fizik të lehtë, do të shihni ndryshime të dukshme në tretje, energji dhe mirëqenie të përgjithshme.